Në ditën e mësusit, në ditën e mësusave, jehoj një thirrje për të gjithë fëmijët e Shqipërisë për mos shkuar në shkollë. Të gjithë fëmijët u ftuan nga Kujtim Gjuzi që të mos shkojnë në shkollë. Dhe prindrit u ftuan që të mos I lënë fëmijët të shkojnë në shkollë. Ditën e hënë. Dhe të shfaqin të gjithë madhështinë e marrëzisë për të protestuar pse do mbyllet TikToku. Çfarë duhet të kenë parasysh në 11 maj? Sepse në 11 maj kush voton duhet të ketë parasysh që ka në dorë të bëjë dy gjëra. Ose të jap mbështetje Shqipërisë për të vazhduar pa humbur asnjë ditë negociatat për anëtarësim me Bashkimin Evropian, ose votën ta përdorin për ta hedhur në knet.